Kur flasim për teatrin antik grek apo për dramaturgjinë antike greke, në fakt u referohemi tre llojeve të ndryshme në cilat u zhvillua: tragjedisë, komedisë dhe dramës satirike, të cilat kanë të njëjtën prejardhje dhe pothuajse të njëjtën strukturë. E veçanta dhe përbashkëta e këtyre tre llojeve është që shtjellohen me veprim skenik, domethënë përdorin aktorë që dialogojnë midis tyre, lëviznin brenda një vendi të caktuar quhet skenë, imitojnë veprime dhe situata të jetës reale. E tregon këtë veçanti edhe vetë emërtimi i gjinisë dramatike, që vjen prej foljes të greqishte së vjetër: drama, dhro, veproj me lëvizje. Duke parë rëndësinë e dramaturgjisë sot, nuk ka qytet e fshat në botë që të mos ketë një skenë teatrale. E pra është e natyrshme të pyesim kur dhe si u shfaq ky lloj arti, nga e ka prejardhjen, si u zhvillua deri në format që njohim ne sot. E vërteta është se koha e largët e lindjes së kësaj gjinie dhe burimet e pakta na japin pak mundësi për t'i dhënë një përgjigje të saktë dhe përfundimtare kësaj pyetje. Hipoteza ose teoria më e pranuar jep si fillesë të gjinisë dramatike Ditirambin. Është një lloj himni që të dehurit nga vera e festës i këndonin perëndisë së rushit e të verës Dionisit, duke shprehur kështu adhurimin e tyre ndaj tij. Fillimisht Ditirambi duhet të ishte një lloj bejteje, një lloj këngë himnizuese e bërë aty për aty. Vonë, vetëm 600 vjet para Krishtit, u shndrua pak nga pak në një lloj këngë apo poezie lirike. Dhe kjo duhet të ndodhur sidomos në ato zona ku adhurimi për Dionisin ishte më i madh. Por ndërsa në shumicën e Greqisë Ditirambi u zhvillua thjesht nga bejte në poezi të mirëfillt lirike, vetëm në Athina i shërbeu si mjet për të shndruar shfaqjet dhe orgjitë festive dioniziake në një lloj të veçantë arti, në artin dramatik. Kështu për shembull thuhet se Filokseni, një poet i famshëm i fundit të shekullit të 5, shkroi Ditirambin Ciklopi, që ngjante më tepër me një vepër dramatike, apo se Timoteu, një tjetër poet i Ditirambit, me risitë e tij dha një përmas dramatike atij. Kjo është arsyeja pse festat dhe orgjitë dioniziake konsiderohen tashmë prej shumicës dërmuese të studiuesve si fillesat e dramës antike greke. Në këtë pikë jam i sigurt se shumë prej nesh e kemi të vështirë dhe do të na duket e papërshtatshme, e fyese që të lidhim madhështinë dhe tragjizmin e Shakespeare-it apo të Eskilit apo të personazheve të tyre me këtë lëvere, po të dhënat na çojnë pikërisht këtu. Por si ndodhi teknikisht, praktikisht, shndërimi i këndimit të ditirambeve himnizuese të festave dioniziake në vepra dramatike, me strukturë, me subjekt, personazhe, ashtu siç i njohim ne sot. Me sa duket ishte Thespi, është një poet i famshëm ditirambesh i mezit të shekullit 6, që me ndryshimet që i bëri kësaj lloj këngë, bëri të mundur lindjen e tragjedisë. Pra risit që ai i bëri strukturës së ditirambit u bën urë për shndërimin e tij në artin dramatik të tragjedisë. Thuhet se ai veçoi njërin nga këngëtarët e korit dhe vuri të luante rolin e perëndisë së himnizuar Dionis, ose e luajti vetë këtë rol. Ky person i veçuar jepte e merrte me pjesën tjetër të korit, duke kujtuar çaste nga jeta e perëndisë apo e perëndive të tjera apo e heronjve të ndryshëm të mitologjisë. Ky ndryshim që Thespi i bëri strukturës së ditirambit hapi kështu një lojë pyetje përgjigjesh midis këngëtarit të veçuar dhe korit, duke zhvilluar kështu dialogun. Ndërkaq kori, ndonse vazhdonte të jepte përgjigje të shoqëruara me muzikë, me valle, filloi pak nga pak të adoptonte dialogun me fjalë, ashtu siç përdoret në jetën e përditshme nga njerëzit. Është pikërisht kjo risi e Thespit që shënoi kthesën për nga do të lindte arti dramatik grek. Fatmirësisht nisma e Thespit duke se pati vazhdues të denjë dhe diku ande nga viti 534, Tirani i Athinës, Pisistrati, sanksionoi konkurse vjetore dramatike si pjesë këtyre organizimeve festive për perëndin Dionis. Në këtë kohë shfaqen dhe emrat e Frinikut, Kirilit, Pratinit, për cilëve nuk ka shpëtuar asnjë vepër, po thuhet se ishin vepra të shumta dhe shpesh të vlerësuara në konkurse. Por kulmin e vet arti dramatik grek arriti në Athinë në periudhës klasike, me emrat e mëdhenj të njohur të tragjedisë e të komedisë, me Eskilin, Sofokliun, Euripidin, Aristofanin. Fatmirësisht një pjesë e vogël e veprave të tyre kanë arritur deri në ditët e sotme, dhe kështu mund të na japin një ide të përmasave dhe të madhështisë së tyre.